Me një lëvizje që mund të nxjisë debat në skenën politike, deputetët e koalicionit opozitar vlen pritet të dorëzojnë gjatë ditëve në vijim një iniciativë në kuvent, atë të krijimit të një komisioni anketues parlamentar për të hetuar skandalin e furnizimit me mazut kancerogjen. Burime nga koalicioni vlen bëjnë të ditur se ky komision synon jo vetëm mbajtjen e një debati të thelluar mbikëqyrës, por edhe zbardhjen e të gjithë zinxhirit të përgjegjësisë në këtë skem shumë planëshe që ka goditur jo vetëm financat publike dhe buxhetin e shtetit, por edhe shëndetin e qytetarëve. Afera me mazutin e dëmshëm, e cila ka përfshirë të paktën 13 persona, mes tyre 2 biznesmen të fuqishëm në tregun e naftës dhe ish zyrtar të lartë të EMV-s, dyshohet se i ka shkaktuar shtetit një dëm prej mbi 167 milion eurosh, por pas numrave qëndron një akuzë shumë më e rëndë. Ata kanë helmuar me vetëdije mjedisin njëtësor të qytetarëve. Në qendër të hetimit janë Ratko Kapushevski dhe Erxhan Sulkoski, pronar të kompanisë RKM, si dhe Adrian Muça, ish drejtor komerciali EMV-s, kuadër i BDI-s. Arrestimi i tyre është urdhëruar nga gjykata penale e Shkupit për shkak të rrezikut të arratisjes dhe ndikimit mbi dëshmitarët. Ndërkohë, ish drejtori i SM-s, Vasko Kovacevski, është në arrati dhe akuzohet gjithashtu për një tjetër rast paralel, aferën Aditiv. Një tjetër emër që tronditi opinionin publik është ai i Asmir Jahoskit, pronar i Pucko Petrol dhe djali i deputetit të BDI-s Ismail Jahoski. Fillimisht i vendosur në arrest shtëpiak, Jahoski u rikthye në paraburgim pas reagimeve të fuqishme publike dhe institucionalizimit të presionit mbi vendimin e gjykatës. Ai dyshohet për pastrim të 1.1 milion eurove në këtë skem të errët. Me krijimin e mundshëm të Komisionit Hetimor Parlamentar, reflektorët po drejtohen mbi hijet e korrupsionit nga ky rast. Mbetet të shihet nëse ky komision do të jetë një pikë kthese për transparencën institucionale apo vetëm një rrugë pa krye në kërkimin e përgjegjësisë.